Lëvizja Bashk praktikisht në terma praktik është i vetmi subjekt politik të cilit i është mohuar e drejta e votës në këtë komision parlamentar. Është e pamundur që të bëhet një komision i posaçëm me të gjitha partitë, por je i mirëpritur në mbledhjet e komisionit posaçëm të bësh të gjitha dhe ke të gjitha të drejtat sipas asaj që e kanë dhe deputetët e tjerë. Në fundit, kjo është marrëveshja, asnjëherë nuk ka një konsensus 100%. Sot jemi para një situate që kemi konsensus 99%. Po referojmë fjalës së përfaqësuesit Partisë Socialiste, i cili tha që ngritja e komisionit u bazua në traditën parlamentare. Dua të di se ku është tradita parlamentare për të përjashtuar nga drejta e votës një parti që përfaqësohet në parlament, dhe me drejta i tha që është me një konsensus 99%. Dhe këtu 1% që nuk është pjesë e konsensusit është Lëvizja Bashk. Tani pyetja ime është drejtuar të dy përfaqësuesve, si të pozitës dhe të opozitës. Ku bazoheni që përjashtoni nga drejta e votimit një parti parlamentare si me qenë një OJF, as si me qenë një institucion që është aty për të dhënë ca propozime apo për të dhënë mend? Sepse që thoni që këtu s'ka vend për gjitha partitë, ndërkohë që Partia Socialiste përfaqësohet me 7 antar, atëherë 7-7-14 apo jo. Kështu që Lëvizja Bashk praktikisht në terma praktik është i vetmi subjekt politik të cilit i është mohuar e drejta e votës në këtë komision parlamentar. Prandaj qartazi, përjashtimi ynë nënkupton dëmin që pritet i bëhet partive të vogla përkohësisht që shumë shpejt do bëhen të mëdha. Faleminderit.